Policia rrugore e Gjirokastrës ka intensifikuar kontrollet në gjitha akset e qarkut gjatë sezonit turistik, duke përdorur dron, radar dhe makina inteligjente për të parandaluar aksidentet dhe për të menaxhuar fluksin e shtuar të automjeteve. Sipas policisë, vëmendja është përqendruar te drejtuesit që shkelin rregullat e qarkullimit, veçanërisht ata që lëvizin me shpejtësi mbi normat e lejuara, kryejnë parakalimet gabuara, drejtojnë mjetin nën efektin e alkoolit ose pa leje drejtimi. Shërbimet e policisë rrugore të drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër janë të angazhuara në përmbushjen e detyrimit ligjor që kanë parandalim, konstatim dhe evidentim i shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor. Tani ndodhemi dhe në kulmin e sezonit turistik 2026 dhe i marrim të gjitha masat për të pasur një qarkullim sa më normal, vendose në përdorim të gjitha mjetet që kemi në dispozicion, siç është radari, droni, makina inteligjente me qëllim konstatimin e shpejtësisë. Qarku i Gjirokasтрës është një port hyrëse me pikën kufitarit Kakavis për në Shqipëri, si dhe një rrugë kalimi drejt Sarandës. Ndaj merren të gjitha masat për të pasur një qarkullim sa më normal, që të mos ketë bllokime rrugës, sidomos në pikën turistike të ujit të ftohtë. Ushtrojmë kontrolle për të konstatuar dhe ndëshkuar të gjitha shkeljet e rregullave të qarkullimit rrugor, siç janë parakalimet e gabuara, shpejtësitë e normave të lejuara, përdorimi i pijeve alkolike nga ana e drejtuesve të mjeteve, përdorimi i celularit dhe xhamat e riveshur. Ndërkohë nga masa dhe në zonat urbane për ndëshkimin e parkimeve të gabuara, policia rrugore e qarkut Gjirokastrës ju bën apel drejtuesve të mjeteve që të jenë sa më të kujdesshëm kur qarkullojnë në rrugë, të mos përdorin pije alkolike para lëvizjes me mjet, të vendosin rripin e sigurimit gjatë lëvizjes, të mos përdorin celulari pasi është një shkelje shumë e rrezikshme në rrugët tona, të mos kryejnë parakalime të gabuara, si dhe të respektojnë normat e lejuara të shpejtësisë. Gjatë periudhës 23-31 korrik, policia rrugore ka arrestuar një drejtues mjeti dhe ka proceduar penalisht 6 të tjerë për drejtim të parregullt të mjeteve dhe shkelje të rregullave të qarkullimit. Gjithashtu janë pezulluar 3 leje drejtimi. Në total janë vendosur 2198 gjoba administrative, ku pjesën më të madhe e zën 834 gjoba për parakalimet gabuara dhe 663 për tejkalim të shpejtësisë. Janë dëshkuar gjithashtu drejtues për ndalim të gabuar, drejtim mjeti në efektin e alkoolit, mos vendosje të kaskës mbrojtëse, mos vendosje të rripit të sigurimit dhe shkelje të tjera të kodit rrugor. Policia bën të ditur se kontrollet do të vijojnë gjatë gjithë sezonit veror dhe u bën thirrje qytetarëve të denoncojnë çdo shkelje të rregullave të qarkullimit në numrin pa pagesë 112.